Le të themi që Edi Rama nuk I bën 71 mandate. Në qoftë se do të ketë nevojë për votat për mandatet e Lëvizjes Bashkë, a do t'ja jepni? Jo, kur. Po në qoftë se Berisha do të... Jo, kur. Atëherë, si do ta bësh ndryshimin ti Arlind? Duke futur në krizë sistemin e vjetër dhe duke kërkuar mbështetjen e qytetarëve në këtë proces politik. Po mos ja ki merakun. Kushdo që dali pari, nuk e di kush do dali pari në këto zgjedhje, nëse nuk ka shumicën, do blej ata që janë gati për të shitur. Dhe në spektrin politik Shqipëri, të vetmit njerëz që nuk shiten janë ata që përbëjnë Lëvizjen Bashkë. Dhe qofse në parlamentin e ardhshëm ka përqen vetëm Sali Berisha, Edi Rama dhe Lëvizja Bashkë, këtu të them që ata do bëjnë ujdi me njëri tjetrin. Do bëjnë një qeveri teknike, edhe do hedhin lumin. Duket sikur jo, nuk flas për kapacitetin e tyre, po jepni shumë fuqi vetes kur nuk mendoj që e keni atë fuqi që të vënin krizë parlamentin, të detyronit. Domethënë është numra, në fund vim ke numrat. Numrat parashikoni që merrni 40 dhe qëndrueshëm. Parashikoni që merrni 40 mandate? Unë nuk bëj parashikime me numra, po unë po të them që në qofse deputetët tanë do janë të vetmit të mundshëm që mund të krijojnë shumicë, nuk kanë për ta krijuar shumicën. Këtë pa diskutim. Okej. Qofse do ketë tjerë përveç nes, ata do shiten në do blihen. Ky është parashikimi im. Okej. Por nëse kjo ndodh, prit, nuk të kemi as lojë sepse sistemi që do krijohet pastaj do jetë akoma dhe më pak legjitim, akoma dhe më pak I pisët në sytë e qytetarëve dhe qytetarët do të na bashkojnë aksionin tonë në parlament dhe jashtë parlamentit. Ky cikël krizash I ka ndiku për mirë Shqipërisë, se kemi eksperiencën apo për keq? Kemi shkuar më keq me këtë cikël krizash apo më mirë? Po një qeveri e keqe duhet të ecim një proces normal sepse po me këtë normalizimin e vjedhjes jo të vjedhje. Një gjë tash. Dhe mos harro diçka. Institucionet e shtetit funksionojnë. Janë dënu funksionar të lartë shtetit, Po ka dhe shumë tjerë. Tregoj që drejtësia që duhet dënohen. Ka dhe shumë tjerë që duhet dënohen dhe profesorët janë duke bërë fushat. Dyshja e famshme është duke bërë fushat Edi Rama dhe Sali Berisha. Janë lirit plot. Po tjetër për mua, atëherë duhet procedohen, atëherë vim ka ajo që thatë jo, çfarë? Për mua duhet procedohen çka kanë qenë prej fillimit 92-shit në pushtet, ti merren pasurinë se I dinë gjithë njerëzit I kanë hetohen patjetër pa diskutim. Gjithë në dogana që kanë punuar gjithë se këto edhe nuk e mçefin. Këto janë aq budallë sa që nuk dinë dhe ta mçefin. Sepse janë vanitoz, njerëz që kanë komplekse kalumes dhe duan paraqiten me si ato gangsterët e 90-s me zinxhir Florini me xhupa të zi. Prandaj po them, jam dakord me ty. Duhet drejtësi, pa diskutim. Por në anën tjetër unë mendoj që ka filluar një proces drejtësie. Dhe këtë e ka leju ky pushtet, pra, jo se e ka leju se ka pas dëshirë, por u bë një reformë drejtësi. I është imponuar nga jashtë. Ose është imponuar si dush, por po lëviz. Kurse përpara ty nuk të lete me kap rojën e derës. Po pra, sepse faktori ndërkombëtar në ato vite Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka bërë shumë presion. Dhe reformën drejtësie kanë votuar 100% të gjithë. I vun rresht. I vun rresht. E tani thori është merita ime, është merita jote. Jo, erdhëm nga jashtë e bën.